Zotri Elshani, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Shumë shkurt është mbajtur manifestimi pra i festës ortodokse tek Ujmani. Keni qenë të pranishëm policia e Kosovës në këtë manifestim? Po, kemi qenë të pranishëm, po ashtu është bërë dhe një kërkesë tek ne për lejimin e këtij manifestimi, duke marrë parasysh më herët, domethënë, duke marrë parasysh që kjo ka të bëjë me të bëjmë manifestim gjona të tilla, të cilat e prekin edhe religionin, ne kemi lejuar një gjë të tillë. Dhe a mund të themi, kanë thënë që ka pasur simbole dhe brohoritje që mund të quhen si nxitje. A keni parë diçka të tillë dhe a keni raportuar? Për neve ka qenë me rëndësi që ta dim organizatorin e këtij tubimi. Kjo është marrë në vazhdimsi edhe në vitin 2022, 2023, 4, 5, 6. Për dikun të treta herë duket që ne jemi të involvuar dhe të informuar për këto tubime, manifestime që bëhen. Kemi pas thirrje, kemi pas flamuj, kemi konsultuar prokurorinë themelore fillimisht në Mitrovicë nëse muj me çelë rast. Na jemi adresuar mandej te prokuroria speciale thotë që nuk ka elemente për me hapur as nxitje të rrethës. Mirë po, sidoqoftë ne me organizatorin jemi marrë, kemi shqiptuar një kundërvajtje për sulm verbal, që do të thotë kurdo që bën thirrje për nxitje, për ofendim, që ka mundësi me prishande në qytetin publike, dënohet me gjobë, duke dikon ka qenë gjoba 400 euro apo diçka e tillë. Po për neve ka qenë me rëndësi që me u evidentu, edhe me u shiku mandej për herat e tjera se si me vepru. Dhe është përmbyllur gjithçka me kaq apo jo? Me kaq, po nuk ka pas diçka tjetër, policia kanë qenë gjithandej, kemi monitoruar këtë manifestim. Në çdo moment kemi pas mundësi me ndërhy, sidoqoftë ne nuk kemi ndërhy për manifestim, për ato që e kemi lejuar edhe vetë. Dhe ashtu siç e thash, për neve ka qenë me rëndësi me ditë organizatorit, në mënyrë që nëse ka nevojë, atë na më morë me organizator. Po sikur të kishte ndonjë person kërkema diçka të tillë në turm, me siguri që na kishin pas me reagu, mirë po nuk ka pas diçka tjetër për me seksuar.